Shkojmë tek një zhvillim i minutave të fundit. Një aksident I rënd ka ndodhur në Tiranë, siç po e shikoni edhe në këto pamje, tek mbikalimi I Tegut. Një automjet I rënd ka rënë nga pjesa e sipërme dhe dyshohet për 2 viktima, por Igli Çelmeta, gazetari ynë, është në linjë telefonike për të na treguar më shumë. Igli, të përshëndes, po e zhvillojmë këtë bisedë para se ti të mbërish në vendin e ngjarjes. Më thuaj çfarë ke mundur të mësosh, çfarë ka ndodhur në këtë aksident të rënd në kryeqytet? Përshëndetje Pandi, para pak minutash ka ndodhur një aksident I rënd në rreth rrotullimin e Tegut, ku një automjet I tonazhit të rënd, një betoniere, pra ka përfunduar nga mbikalimi, ka rënë nga lartësia duke çarë barrierat metalike dhe duke përfunduar në autostradë. Sipas informacioneve paraprake nga policia e shtetit, cila ka mbërritur në vendin e ngjarjes, ende nuk është e qartë se sa persona pra kanë mbetur të plagosur nga ky aksident I rënd, ku pak minuta më parë drejtuesi I betonierës në gjendje të rënd shëndetësore është transportuar me ambulancë në spital. Ende nuk dihet nëse në momentin që betoniera ka rënë nga mbikalimi pra në autostradë mund të ketë përplasur pra zënë për fund automjete të tjera. Në vendin e ngjarjes ndodhen ambulanca të shumta, po ashtu dhe forca të shumta policore për të sqaruar rrethanat dhe shkaqet e këtij aksidenti kaq të rënd, I cili ka vetëm pak minuta që ka ndodhur pranë një aks rrugor të frekuentuar, siç është dhe rrethit e rrotullimit I Tegut. Dyshohet që betoniera ka qenë duke ardhur pra nga unaza lindore, pra nga autostrada nga Farka drejt rreth rrotullimit të Tegut, ku dyshohet që një automjet mund t'i ketë prerë rrugën, por janë ende informacione të pakonfirmuara zyrtarisht nga policia, pasi sapo ka ndodhur ngjarja dhe në tentativë për të lëvizur pra betonierën për të mos përplasur me automjetet e tjera, drejtuesi I betonierës ka humbur drejtimin e mjetit dhe është përplasur me barrierat metalike në mbikalim dhe më pas ka përfunduar në pjesën e poshtme në autostradë. Ngjarja sapo ka ndodhur dhe ka shënuar trafik të rënduar në autostradën Tiranë-Elbasan dhe anasjellës Elbasan-Tiranë për shkak të përmasave të mëdha të aksidentit, ku pothuajse e gjithë betonierja pra ndodhet në pjesën e poshtme të mbikalimit, duke shembur të gjithë barrierat metalike si pasojë e përplasjes së fortë. Duke parë mënyrën se ka ndodhur aksidenti, dyshohet se drejtuesi I betonierës pra ka qenë me shpejtësi, pra përplasja ka qenë e fortë me barrierat metalike, duke shkaktuar pra çarjen e tyre dhe duke përfunduar në pjesën e poshtme të mbikalimit pra në autostradë. Sa I përket personave të plagosur, pra ende nuk kemi një njoftim zyrtar nga autoritetet, në rastin konkret nga policia e Tiranës, por sipas të informacioneve nga dëshmitar okular, pra para pak minutash drejtuesi I betonierës në gjendje të rënd është transportuar në drejtim të spitalit. Presim informacione zyrtare nga autoritetet lidhur me këtë aksident kaq të rënd I cili ka ndodhur para pak minutash në rreth rrotullimin e Tegut. Urojmë që të mos ketë viktima, edhe pse ka dyshime paraprake, sepse edhe pamjet që ne po shikojmë në ekran, video e siguruar dhe e mbërritur pak çaste më parë në redaksinë e A2 CNN, tregon se si bariera e mbikalimit është qarë, nuk e ka mbajtur betonierën, e cila ka rënë poshtë dhe me të gjitha gjasat duhet ketë zënë një prej automjeteve që në fakt janë të shumt që kalojnë në hyrje dhe në dalje të kryeqytetit drejt Elbasanit dhe nga Elbasani në Tiranë. Po Pandi është shkaktuar një trafik I rënduar në të gjithë autostradën pra Tiranë-Elbasan, po ashtu dhe anasjellës për shkak të këtij aksidenti kaq të rënd. Vargu I automjeteve të trafikut është shumë I gjatë nga mbikalimi I Tegut deri pra tek mbikalimi I parë I Saukut, ka një trafik të rënduar për shkak të këtij aksidenti kaq të rënd, ku presim informacione zyrtare edhe nga autoritetet lidhur me personat e lënduar nga ky aksident I rënd. Deri tani dyshohet që betonierja mund të ketë rënë pra poshtë në nënkalim dhe mund të ketë shtypur edhe një makinë tjetër
dhe mund të kemi edhe viktima, dyshohet për viktima, por do të presim informacione të zyrtare nga autoritetet për të dhënë pra shifrat e sakta të personave të plagosur nga ky aksident i rënd për shkak se ngjarja sapo ka ndodhur dhe policia e shtetit ende nuk e ka të qartë se sa persona janë përfshirë pra në këtë aksident dhe sa kanë mbetur të plagosur dhe nëse ka apo jo viktima. Dim faktin të konfirmuar zyrtarisht që betonierja ka humbur drejtimin në pjesën e mbikalimit, ka qarë barierat metalike dhe ka përfunduar në pjesën e poshtme të autostradës. Por do të presim informacione zyrtare për të parë nëse betonierja pra është përplasur në momentin që ka rënë në pjesën e poshtme të autostradës me automjetet të tjera, të cilë është një autostradë që ka një fluks të shtuar dhe lëvizje të shpejtë të automjeteve, por deri në këtë moment nuk kemi të konfirmuar zyrtarisht nga policia e Tiranës se çfarë ka ndodhur saktësisht në këtë aksident kaq të rënd. Dhe e konfirmuar është që vetëm shoferi i betonjeres është transportuar për në spital dhe nuk kemi ende informacione të tjera nëse ka të lënduar të tjerë nga personat që mund të udhëtonin me automjetin poshtë mbikalimit të Tegut. Pandi që më vjen nga dëshmitar okular është fakti që dyshohet se betoniere ka zënë poshtë dhe një automjet i cili ka qenë duke lëvizur në autostradë. Pra në momentin që betonierja ka humbur drejtimin, drejtuesi i betonierës ka qarë barierat metalike të mbikalimit dhe ka përfunduar në pjesën e poshtme të autostradës, dyshohet se ka zënë poshtë edhe një automjet tjetër. Urojmë që të mos ketë viktima dhe bilanci të qëndrojë vetëm me një të plagosur siç është i konfirmuar deri në këto çaste drejtuesi i betonjeres që është rrëzuar nga mbikalimi tek Tegu. Igli Çelmeta në momentin që do të mbërishet dhe ke informacione të tjera në vendin e ngjarjes, do të lidhemi sërish së bashku për të tjera detaje nga ky aksident i rënd i ndodhur pak çaste më parë në kryeqytet. Ecime të tjera informacione të ditës, tuja e fuqi